Përshëndetje. Unë jam Engji. Sot jam shumë e lumtur që të prezantoj këtë meditim, të cilin do e realizojmë të dyja para një pasqyre. Dhe ky meditim të ndihmon të përforcosh brenda teje mendime pozitive në lidhje me dashurinë, në mënyrë që në jetën e jashtme ti të tërheqësh një dashuri më të madhe, më pozitive, dhe një dashuri që ndihet mirë në trupin tënd dhe në zemrën tënde. Pa humbur kohë, le të nisim. Të ftoj të vendosësh veten para një pasqyre, në cilën ti mund të shikosh thellë në sytë e tu. Kur përqendrohesh tek vetdia që sytë e tu reflektojnë, afirmacionet që ti përmend shkojnë direkt në subconsciencë, dhe çdo gjë që ti thua magnifikohet dhe bëhet realitet në mënyrë shumë të shpejtë. Doja të thoja të menjëhershme, por këto afirmacione mund të bëhen realitet në mënyrë të menjëhershme, sa më shumë që ti i praktikon. Siç muskujt bëhen më të fortë kur ti i praktikon, ashtu edhe besimet që ti ke për veten bëhen më të forta sa më shumë që ti i praktikon. Le të fillojmë, me dashur. Të ftoj të marrësh një frymëmarrje të thellë, mbushi mushkërit fort, mbushi edhe më fort, mbaje 2 sekonda, dhe lëshoje. Provojmë edhe një herë. Mbushu fort me ajër. Thith edhe më shumë ajër. Mbaje 2 sekonda. Edhe lëshoje nga goja. Shumë mirë. Tani, le të fillojmë. Përsërit pas meje, duke parë veten thellë në sy. Unë meritoj të duhem në mënyrë të pakushtzuar. Unë meritoj dashuri të pakushtzuar çdo ditë në jetën time. Të duhem në mënyrë të pakushtzuar nuk është kërkesë e madhe. Unë nis në këtë moment ta dua veten pa kushte. Unë e dua veten pavarësisht se a jam e bukur apo jo. Unë e dua veten pavarësisht se sa unë peshoj në peshore. Unë e dua veten pavarësisht se sa e zgjuar jam. Unë e dua veten pavarësisht
se sa e arritur jam unë me normat e shoqërisë. Unë e dua veten pavarësisht se çfarë njerëzit e tjerë mendojnë për mua. Unë e dua veten pavarësisht se në çfarë kushtesh unë kam lindur dhe jam rritur. Unë e dua veten pavarësisht se çfarë unë kam bërë deri tani në jetën time. Unë e dua veten pavarësisht se sa deri tani unë kam dështuar. Unë e dua veten time pa kushte. Edhe nëse të tjerët e duan veten e tyre me kushte, unë e dua veten time në të gjitha situatat që unë ndodhem. Unë e meritoj të duhem pa kushte nga të gjithë personat në jetën time. Për mua, dashuria e pakushtësuar është minimumi i asaj që pranoj. Unë nuk kam nevojë të kem asgjë më shumë apo më pak në mënyrë që të pranoj të duhem kështu siç jam. Unë i jap leje vetes që të pranoj dashuri të pakushtësuar fiks kështu siç jam. Është aq e lehtë për mua që të pranoj të duhem në mënyrë të pakushtësuar nga njerëzit. Unë duhem në mënyrë të pakushtësuar nga të gjithë krijesat e kësaj bote, pavarësisht se a e din këtë gjë apo jo. Që nga ky moment, unë ndaloj së kërkuari dashuri të pakushtësuar nga njerëzit që din të duan vetëm me kushte. Unë i fali të gjithë personat të cilat më kanë dashur vetëm me kushte.
Unë e kuptoj që personat që duan me kushte po bëjnë me mua atë që personat e tjerë kanë bërë me këtë person. Personat që duan vetëm me kushte nuk janë persona të këqij, thjesht nuk dinë më mirë. Unë zgjedhi në këtë moment të dua veten në mënyrë të pakushtëzuar. Unë e kuptoj në fund që i vetmi person që mundet të më dojë në mënyrë të pakushtëzuar në çdo moment të jetës time jam unë. Unë zgjedhi të rrethoj veten vetëm me persona të cilët më duan pa kushte. Unë zgjedhi t'i lëshoj me dashuri nga jeta ime njerëzit që duan vetëm me kushte. Unë jam aq mirënjohëse vetes që e dua veten pa kushte. Merr një frymarrje të thellë dhe nxirre me një pëshëretim. Shpresoj ta kesh ndjerë efektin në mënyrë fizike të këtij sesioni, pavarësisht se ishte i shkurtër. Shpresoj të ndihesh e ngrohtë me dashurinë të cilën i dhurove vetes tënde në këto minuta që ishim bashkë. Të ftoj ta rivizitosh këtë video me afirmacionet e saja sa herë që të kesh nevojë, sa herë që të ndjesh sikur nuk e do veten tënde, gjë që shpresoj të ndodhë rrallë dhe më rrallë. Por ja që ndodh dhe shpresoj të dish që çdo gjë është në rregull. Është e pamundur që të duam veten në çdo sekond, por sa bukur është të dim që edhe kur nuk jemi më në rrugën e dashurisë, që për herë mund të futemi edhe herë në këtë rrugë me shumë pak punë. Të dërgoj shumë dashuri, të uroj një ditë të mrekullueshme, me shumë mrekullim, dhe të them mirëpafshim nga unë, Angel.